Në historinë e ekonomisë globale, pak ngjarje kanë pasur fuqinë të trondisin sistemin energjetik si konfliktet e mëdha ushtarake. Por ajo që po ndodh sot në tregjet ndërkombëtare të naftës dhe gazit nuk është thjesht një tronditje përkohshme, është një sinjal alarmi për një krizë më të thellë dhe më të qëndrueshme, shkruan Nikolaj Kozhanov, hulumtues dhe profesor në Universitetin e Katarit. Lufta SBA-Izrael kundër Iranit ka hyrë menjëherë në qendër të vëmendjes globale, jo vetëm për pasojat politike, por për ndikimin e saj të drejtë për drejtë në furnizimin me energji. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent është rritur ndjeshëm, duke u afruar niveleve rekord të regjistruara në historinë moderne të tregjeve. Një situatë ngjashme u patën vitin 2022 pas pushtimit rus të Ukrainës, kur çmimet e energjisë u rritën në mënyrë dramatike përpara se të stabilizoheshin. Megjithatë, ekziston një dallim thelbësor midis atij momenti dhe krizës aktuale. Kriza e vitit 2022 u shkaktua kryesisht nga sanksionet dhe kufizimet ekonomike. Edhe pse Rusia u përjashtua pjesërisht nga tregjet perëndimore, ajo mbeti një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës dhe gazit në botë, duke vazhduar eksportet përmes rrugëve alternative. Sistemi global i energjisë arriti të përshtatej përmes ridrejtimit furnizimeve, përdorimit të rezervave dhe ndryshimeve në tregje. Por situata aktuale është ndryshe në thelb, shkruan Kozhanov. Ngushtica e Hormuzit, një nga arterjet më të rëndësishme të energjisë në botë, është shndruar në një pikë kritike bllokimi. Kjo rrugë tetare, përmes së cilës kalon një pjesë e madhe e naftës dhe gazit global, është prekur nga konflikti. Trafiku i tankerëve është ndërprerë, ndërsa disa vende të gjirit janë detyruar të ulin prodhimin për shkak të kufizimeve në transport dhe depozitim. Në të njëjtën kohë, sulmet ndaj infrastrukturës energjetike kanë shtuar pasigurinë. Rafinerit, depot dhe objektet e prodhimit janë dëmtuar ose janë mbyllur për arsye sigurie. Sipas vlerësimeve ndërkombëtare, kjo situatë përfaqëson një nga ndërprerjet më të mëdha të furnizimit në historinë e tregjeve të naftës. Rrjetat përmes Hormuzit janë reduktuar ndjeshëm, ndërsa prodhimi në rajonin e Gjirit ka pësuar ulje të konsiderueshme. Përpjekjet për të stabilizuar tregun përmes lirimit të rezervave strategjike nuk kanë të njëjtin efekt si në të kaluarën. Edhe pse miliona fuqi naftë janë nxjerrë në treg, problemi kryesor mbetet i pazgjidhur. Nafta dhe gazi nuk mund të transportohen lirshëm në zonat ku janë më të nevojshme. Logjistika është bërë një faktor kritik. Rezervat ndodhen në vende të ndryshme të botës dhe transportimi i tyre kërkon kohë, siguri dhe kapacitet detar, të gjitha këto të kufizuara në kushtet aktuale. Edhe përpjekjet për të përdorur rrugë alternative janë të pamjaftueshme. Tubacionet që shmangin Hormuzin ofrojnë vetëm një pjesë të vogël të kapacitetit të nevojshëm për të kompenzuar humbjen e madhe të furnizimit. Në tregun e gazit natyror, situata është edhe më e ndërlikuar. Një pjesë e madhe të tregtisë globale të gazit të lëngshëm kalon pikërisht përmes kësaj ngushtice. Me ndërprerjen e saj, zinxhiri global i furnizimit është vënë në presion të madh. Kapacitetet ekzistuese të transportit dhe përpunimit janë tashmë të shfryzuara në maksimum, duke bërë pothuajse të pamundur kompenzimin e mungesave në afat të shkurtër. Ndryshe nga kriza më pashme, kjo nuk është një situatë që mund të zgjidhet vetëm përmes riorganizimit të tregut. Bëhet fjalë për një problem strukturor. Sa më gjatë të zgjas konflikti, aq më gjatë çmimet do të mbeten të larta dhe me çmime të larta të qëndrueshme, efektet shtrihen përtej tregjeve të energjisë. Industritë që varen më shumë nga energjia, si prodhimi i kimikatave, çelikut, aluminit dhe materialeve ndërtimore, janë të parat që preken. Rritja e kostove të prodhimit përkthehet në çmime më të larta për konsumatorët, duke krijuar një efekt zinxhir në gjithë ekonominë globale. Edhe transporti nuk mbetet i paprekur. Nga avionit e transportit detar dhe rrugor, rritja e çmimeve të karburantit ndikon drejt për drejt në kostot e lëvizjes së madrave dhe njerëzve. Kjo çon në rritjen e çmimeve të përgjithshme dhe ngadalësim të aktivitetit ekonomik. Në nivel individual, familjet përballen me një realitet të ri. Energjia bëhet më e shtrenjtë, duke ulur fuqinë blerëse dhe duke ndryshuar mënyrën e konsumit. Për vendet prodhuese të gjirit, kjo situatë përfaqëson më shumë se një sfidë ekonomike. Ajo vë në pikpyetje rolin e tyre si furnizues të qëndrueshëm të energjisë në botë. Çdo ndërprerje në eksport, çdo dëmtim infrastrukturor dhe çdo rritje e kostove të sigurisë dëmton jo vetëm prodhimin, por edhe besimin e tregjeve ndërkombëtare.
Për pjesën tjetër të botës, pasojat janë të qarta. Ngadalësimi i rritjes ekonomike, inflacion më i lartë dhe një periudhë e zgjatur pa sigurie. Në fund, mesazhi që del nga kjo krizë është i qartë. Tregu global i energjisë është më i brishtë se sa mendohej, dhe ndërsa sistemi mund të përshtatet ndaj tronditjeve të përkohshme, ai përballet me kufizime të forta kur goditet në pikat e tij më kritike. E vetmja rrugë për të shmangur një krizë më të thellë është stabiliteti. Dhe në këtë rast, stabiliteti varet nga një faktor i vetëm: përfundimi i luftës. Shkruan mëtej Nikolaj Kozhanov.